Përshëndetje të nderuar teleshikues të Top Çegrani Media dhe mirë se vini në edicionin e lajmeve. Shfletojmë titujt kryesor. Mirëpresim vendosjen eventuale të filtrave në Jugokrom nëse s'është mashtrim. Qeni i Sharit kafshon 15 vjeçarin. Treshja Gruevski Ahmeti Thaçi funksionojnë në mënyrë të përkryer. S'ka zgjedhje as qeveri kalimtare. Për këto dhe më gjërë, me tituj në vazhdim, qëndroni me ne. Përkushtimi për mishin e pulës natyrale fillon nga prodhimi i grurit pa antibiotik, i cili është ushqim i pastër për zogjët që rriten të shëndetshëm. Në tërë fazat e prodhimit, pulat kontrollohen rreptësisht nga laboratori certifikuar danez, duke i regjistruar të dhënat në sistemin KIK. Në këtë mënyrë eliminohet salmonella dhe prodhohet mishi i pulës halal. Për një darkë të shijshme dhe harmoni familjare, Rose nga Danimarka në tryezën tuaj. Lastra Projekt, kompani ndërtimore në Çegran, ofron materiale për ndërtimtari, si dhe merret në prodhimin e elementeve nga betoni, pllaka betoni dhe gjitha format e elementeve të gatshme në ndërtime të larta. Njëherët bën ndërtime bashkëkohore, sipas planit dhe preferencës së investitorit. Madje, objektet montuese, të cilët montohen në vend sipas kërkesës së klientit në afat 4-5 orësh. Elementet e gatshme janë prodhim i standardeve europiane, të rrafshta, të drejta dhe rezistente. Pos objekteve ndërtimore për afarizëm apo shtëpi, vila, Lastra Projekt tani prodhon edhe garazha e shtëpisë ndihmëse. Lastra Projekt, çdo plan projekt sjell në realitet. Ideal Home në Palmamall ju sjell befasi të reja me çmime fantastike të ulta për çdo kënd. Promocion. Tepik 2 me 3 për vetëm 2000 denar. Karike për trepesari 790 denar. Jastëk nga 79 denar. Jorgan Topio 390 denar. Taburete vetëm 690 denar. Ideal Home. Ideale për shtëpinë tuaj. Rio Company, firmë me renome në mbar rajonin. E gjeni rreth autostradës Kostivar-Tetov, e cila ofron mermer, granit, gur, gëzhoj, si dhe shumë elemente tjera dekorative. Njashtu janë edhe distributor ekskluziv të pllakave të brendit të mirënjohur Kase Italiane. Aty gjeni edhe dyer të mbrëmshme, prodhimi austriak. Rio Company, partner i besueshëm për cilësinë dhe korrektësinë që ofron. Antika, restoran tradicional familjar në Forin. Ju servojnë sallata të ndryshme, parangrënie, pizza, makarona, specialitete mishi, mish viçi, mish të fërguar, ramstek art Skënderbe, stek pule, si dhe specialitete peshku troft, peshk deti levrek. Antika në Forin. Liri Group, gur punues Tetov. Liri Group përpunon, prodhon gur natyral, katror, kalderma, mozaik, dizajnet, ngjyrat, llojshmëria sipas kërkesës. Liri Group, partneri besueshëm për rregullimin e kopshteve. Liri Group, Tetov, me depon në hyrje të Bervenicës. Kontaktoni numrat e poshtë shënuar. Përcjellim ngjarjet në vend. Lëvizja Eko Guerilla e mirëpret lajmin për vendosjen eventuale të filtrave nga ndotësi më i madh, Jugokrom. Për shkak të dyshimeve ose manipulimeve eventuale në implementimin e këtij projekti, duke pasur parasysh që deri tani Jugokromi dhe Ministria e Ekologjisë kanë bërë shkelje flagrante të ligjit lidhur me detyrimet e tyre për të informuar qytetarët dhe për t'i përfshirë në vendimarrje për çështje që lidhen me mbrojtjen e ambientit jetësor.
Kërkojmë që në bazë të ligjit për ambient jetësor, neni 51 dhe 52, për qasje në informacion të qytetarëve dhe për interesin publik, të njihemi nga afër dhe drejt për së drejti me programin i cili duhet të implementohet për të parandaluar helmimin e mëtejshëm të ajrit, tokës dhe ujit në Tetov dhe rrethin. Në të kundërtën, kjo nga ne do të vlerësohet si spekullim i radhës dhe blerje kohe për të defokusuar opinionin publik dhe qytetarët nga problemi ndotjes enorme të Tetovës. Po ashtu kërkojmë që në Tetov, përveç matjes së grimcave PM10, të bëhet edhe matja e grimcave PM2.5 grimca të imta që vendosen në thellësi të mushkërive, njësoj si mate në Shkup dhe angazhim shumë më serioz nga Inspektoriati i Mjedisit për matjen e ndotjes dhe vendosjen e filtrave. Shpresojmë që pas kësaj të dy subjektet do t'i respektojnë detyrimet e tyre të dalin nga ligji dhe konventat ndërkombëtare, që të informojnë me transparencë për aktivitetet rreth mbrojtjes së ambientit jetësor dhe të mundësojnë pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimmarrje. Një 15 vjeçar nga fshati Qellopek ka marrë më shumë plagë në kokë dhe trup pasi që në orët e para të mëngjesit dje ishte kafshuar nga një qen shar i fqinjit të tij, një person me emrin LM 36 vjeçar. 15 vjeçari është dërguar në spitalin klinik të Tetovës rreth orës 7 të mëngjesit dhe pas dhënies së ndihmës së parë është mbajtur për kurim të mëtejshëm. Pas marrjes së denoncimit, ekipet e policisë janë drejtuar për në fshatin Qellopek dhe sipas informacioneve të para, qeni i sharit ka dalë nga kafazi, ku ka qenë dhe ka kaluar në oborrin e fqinjit, me çrast e ka sulmuar fëmijën, e ka shtrirë për tokë dhe ka filluar ta kafshojë në kokë dhe në trup. Policia njofton se xhaxhai i tij ka arritur ta largojë qenin dhe fëmijën e ka dërguar në spitalin e Tetovës. Policia me shkrim e ka paralajmëruar pronarin i qenit që e ka sulmuar fëmijën dhe pas konstatimit të lëndimeve do të ketë edhe padi adekuate penale. Nga policia e Tetovës kanë përsëritur apelin deri tek pronarët e qenëve shtëpiak që të njëjtëve t'u vendosen maska mbrojtëse. Mbrëm në Tetov u themelua dega e lëvizjes për reforma në PDSH, ku gjithashtu u zgjot kryetari i kësaj dege, drejtuesit e saj, kuvendar dhe u propozua kandidati për kryetar të lëvizjes që do të garojnë në kongresin e 21-22 marsit. Për kryetar dege i kësaj iniciative në Tetov u zgjot Adnan Neziri. Zjadin Sela, ndër të tjera, tha se Ali Ahmeti krekoset se ka ndaluar të ndahet nga Maqedonia në vitin 2001 dhe nga ana tjetër na mashtroi. Kur e nisëm këtë rrugë, ndoshta dikush ishte edhe skeptik, por ne e nisëm me bindje dhe ide të pastra. Ky është motivi jon që e bëjmë në emër të nipërve dhe fëmijëve tanë. Para një viti, kur thamë se funksionon në mënyrë të përkryer treshi Nikola Gruevskit, Ali Ahmeti dhe Mendu Thaçi, ndoshta shumë njerëz nuk na besuan, por tani me përgjimet shumë qartë duken se si kanë punuar. Nuk planifikoi zgjedhje të parakohshme parlamentare dhe nuk pranoi qeveri kalimtare për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni. Kështu deklaroi kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski në turbimin e djeshëm masiv në sallën Boris Trajkovski në ndihmujt e muzikës patriotike maqedonase. Lidhur me aferën e përgjimeve, ai u zotua për një dialog politik dhe zgjidhje ligjore në baza parimore dhe korrekte. Në fjalimin e tij, i cili zgjati më shumë se një orë para militantëve të partisë së tij, Gruevski foli për projektet që qeveritare si dhe paralajmëroi investime të reja direkte që do të gjenerojnë 4-5.000 vende të reja pune. Pasi hodhi poshtë kërkesa e liderit opozitar Zoran Zaev për largimin e prokurorit publik dhe drejtorit të televizionit të Maqedonisë, ai tha se koncepti për qeveri kalimtare është i mundur dhe i realizueshëm, por pa vëmëro DPMN. Ai tha se ndihet i fuqishëm për faktin se e ka mbështetjen e fuqishme tek populli. Ne gjithmonë kemi konsideruar dhe jemi mbështetur tek forca e popullit. Populli është ai që jep legitimitetin dhe vendos se kush do të qeverisë. Formimi i qeverisë kalimtare do të ishte një precedent që mund ta nxjisë konflikte brenda partive, theksoi Gruevski. Lideri i LSDM-s Zoran Zaev dje publikoi të ashtuquajturën bomba e radhës që kishte të bënte me biseda të përgjuara të krerëve qeveritar dhe personaliteteve politike lidhur me skandale dhe aferat të tyre, duke keq përdorur pozitën publike. Zaev prezantoi materiale për veprat e kryeministrit Nikola Gruevski, të cilat i quajti megalomane.
Zaev tregoi se si Gruevski ka ndikuar të ndryshohen planet urbanistike, i cili ka qenë roli i tij në dramën me këshilltarin e komunës Qendër, Shipovik dhe shumë detaje të tjera për oreksin e paskrupull të Gruevskit. Nuk bëhet fjalë vetëm për 4 banesat, as për metrat katror, që ai në mënyra të çuditshme dëshironte t'i fitojë, as për shtëpinë shtesë të tij, por kjo bombë tregoi për skandalet që ju me siguri e mbani mend për miratimin e 2 planeve të kontestueshme urbanistike në Tasinot Çeshmiqe 1 dhe Kapishec në Vodno. Në planin e parë urbanistik konstituese janë objektet e panoramës dhe 10 katëshet, por plani i dytë urbanistik fshet diçka tjetër. 2 lokacione atraktive të cilat i kanë pëlqyer Gruevskit dhe i ka izurpuar. Sot vlera e tyre është mbi 10 milion euro, tha Zaev. Zaev tregoi se si me urdhër të Gruevskit janë ndryshuar planet urbanistike në disa lokacione të Shkupit për t'i uzurpuar Gruevski me djalin e Axhës, shefin e inteligjencës Sasho Mjalkov, si dhe njerëz të tjerë. Këto e kanë bërë përmes firmave offshore të regjistruara në Belize. Zaev prezantoi bisedat të Gruevskit ku sipas tij tregohet dëshira e tij e madhe për të blerë jo banesa në Vodno, por edhe disa hektar trull për qefin e vet. Tregoi se si në vend të sallave sportive të planifikuara urdhërohen të shndërrohet vendi në parcel ndërtimi me regjim të posaçëm. Në bisedë me ministrin e transportit Mile Janakievski u dëgjua se si Gruevski e urdhëroi atë për ndërhyrje në planin urbanistik dhe të kishte kujdes që këtë ta bëjë sa më shpejt dhe të padiktueshëm nga të tjerët. Gruevski urdhëroi që plani i ri të ketë hapësirë më të madhe trulli për të. Gjithashtu në bisedë me Janakievskin, Gruevski bëri plane madje për shitjen e këtyre parcelave që i porositi Gruevski, lidhur me pyetjen e gazetarëve se pse pas një viti e gjysmë tani ka ngritur padin kundër biznesmenit që ka tentuar t'i montojë mitmarrje. Lideri i opozitës Zoran Zaev tha se me këtë qeveri nuk dihet çfarë është e gatshme të bëjë, vetëm që të shpëtojë lëkurën e Gruevskit dhe të familjes. Do të ketë proces gjyqësor. Ai njeri mundeshe edhe atë ditë të para sallës universale së bashku me policin të tentonte që të më jepte para. Nuk mund ta dini se deri ku shkon kjo çmenduri. Ku të padis, nga kush të kërkoj drejtësi, nga familja dhe Mjalkov, ta paraqeste Zvrlevski apo te Ilievski, pyeti Zaev. Lideri i opozitës Zoran Zaev mes porosisë për dorëheqjen e qeverisë deklaroi edhe një herë se të gjitha bisedat që kanë të bëjnë me aferat korruptive do të publikohen dhe se në të gjitha këtë as pak nuk do të kursehen partitë shqiptare. Nuk do të kursejmë askënd, gjithçka do të zbardhet. Është BDI apo është PDSH, nuk kemi paragjykime për askënd, tha Zoran Zaev në pyetjen se pse po i kursen shqiptarët. Kandidati i LSDM-s për kryetar shteti dhe profesori universitar Stevo Pendarovski në një intervistë për gazetën Sloboden Pečat ka komentuar zhvillimet e fundit në skenën politike në Maqedoni. Ai mes të tjerash ka folur edhe për idenë e deputetes Ermira Mehmeti që kryeministri i qeverisë kalimtare në Maqedoni të jetë shqiptar dhe ajo qeveri të ketë mandatin për zgjidhjen e çështjes së emrit. Sipas Pendarovskit, këto kërkesa janë jo reale nga që viteve të fundit në qeveri ka qenë edhe BDI-ja e jo vetëm VMRO-ja. Nëse flasim realisht, mendoj që BDI në këto momente as zyrtarisht nuk e ka pranuar idenë e qeverisë kalimtare, por përshtypja ime për propozimin që e përmendet është larg realitetit. Nëse nisemi nga propozimi se një shqiptar duhet të jetë kryeministër i asaj qeverie vetëm për shkak se maqedonasit kanë humbur kredibilitetin apo besueshmërinë me aferat, është njësoj sikurse të thuhet se VMRO-DPMNE ka qeverisur e vetmuar me Maqedoninë në 9 vitet e kaluar, ndërsa të gjithë e dimë se BDI dhe PDSH kanë qenë dhe janë partner lojal të VMRO-s deri në vdekje, ka deklaruar Pendarovski. Ndërsa sa i përket spekulimeve se kryeministri Nikola Gruevski do të tentojë të dalë nga kriza me ristrukturim të kabinetit qeveritar, por në krye të jetë ai dhe këtë ta quajë qeveri kalimtare, Pendarovski thotë se një lëvizje e tillë nuk është e mundur. Kjo vlen edhe për të gjithë pjesëmarrësit në audio incizime, të cilët në mënyrë konkrete me fjalë të tyre tregojnë se si e kuptojnë demokracinë. Nuk besoj se kapiteni anijes që përfundos do të sakrifikoj cilin do antar nga ekuipazhi për arsye se të gjithë e dinë se kush gjatë këtyre viteve gjendet në majën e piramidës së fuqisë dhe keq përdorimeve. Me fjalë të tjera, në lëvizje e tillë nuk do t'i kryej punë, ka thënë Pendarovski.
Lidhja Social-Demokrate Maqedonase ka theksuar se pranon ndihmë juridike ndërkombëtare për prokurorinë publike lidhur me përgjimet, por vetëm pasi të tërhiqet nga detyra krye prokurori Marko Zvërlevski. Ky reagim i LSDM-s vjen pasi që Prokuroria Publike informoi se ka kërkuar nga institucionet kompetente të Bashkimit Evropian që të dërgojnë ekspert ndërkombëtar që do të ishin në rrjedhën me punën e prokurorisë. Gjëja vetëm e drejtë që do mund të bëja prokurori publik në këtë moment është të jap dorëheqje. I njëjti nuk ka as kredibilitet dhe as dinjitet të udhëheq me një proces kaq të ndërlikuar, duke pasur parasysh edhe përfshirjen e tij personale në pjesën e dëshmive që i publikoi LSDM-ja që ka të bëjë me mënyrën dhe parimet ku të qartë tek ai porositen padi penale. Gjëgjësisht fshehen e padive të njëjta. Që këtu për të diskutuar hapat e mëtejshme të prokurorisë publike, së pari duhet të ketë dorëheqje të prokurorit publik, deklaroi zëdhënësi i LSDM-s Petre Shilegov. Fjalimin e djeshëm të Gruevskit në tubimin e VMRO-s në Shkup, profesoresha Mirjana Najçevska e quajti 13 faqe parulla të thata. Premtime parazgjedhore, fjalë të cilat shumë lehtë mund të kontestohen. Ajo shtoi se është mirë të qëndrojë edhe një kohë Gruevski. Ndoshta kur gjithçka do të shkatërrohet, njerëzit do ta kuptojnë se çka po i ndodh, vetëm se nëse ato momente vjen në shprehje dhuna. Të uriturit, të tradhtuarit, të manipuluarit dhe të nënçmuarit shkelin gjithçka për atyre, shkruan Najçevska. Në lidhje me prononcimet e kryetarit të PDSH-s Mendu Thaçi, që i cili konfirmoi zërat se partia e tij aktualisht po zhvillon bisedime me kryeministrin Nikola Gruevskin për të bërë pjesë e qeverisë, analisti Kim Mehmeti menjëherë bëri replik dhe ndër të tjera tha kështu: "Mos u besoni spekullimeve se PDSH-ja do të bëhet pjesë e qeverisë. Kjo gënjeshtër është shërbimi i fundit që kryetari i PDSH-s i afron punëdhënësit të vet naçallniku të policisë sekrete dhe atë vetëm që ta trem BDI-n dhe partitë më të vogla që ato të mos e braktisin koalicionin qeveritar. Më në fund çka do i duhet DPMNE-s dhe kjo parti shqiptare në pushtet kur dihet se PDSH-ja dhe BDI-ja janë dy duar partijake që bashkëveprojnë dhe nëpërmjet të cilave ky regjim i mban përfyti shqiptarët e këtushëm." Shohim zhvillimet në rajon. Krerët e institucioneve të sistemit të drejtësisë dhe policisë së Republikës së Kosovës dhe atyre të EULEX-it kanë mbajtur një takim të përbashkët. Përkundër takimeve që mbajnë kohë pas kohe, këta drejtues përgjegjës për sistemin e drejtësisë në vend nuk po arrin të ndalin krimin dhe korrupsionin që ka kapluar pothuajse çdo sferë të shoqërisë. Dukuritë negative nuk ndalen veç përmes takimeve, por përmes luftës së një mendi të tyre dhe vënien para drejtësisë të gjithë aktorëve që kanë shkelur dhe përshkelin ligjin çdo ditë në shtetin tonë. Në kumtesën e dërguar nga Prokuroria e Shtetit thuhet se qëllimi i këtij takimi ishte koordinimi më i mirë, thellimi i bashkëpunimit dhe shkëmbimi i informatave në luftën e përbashkët kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Gjatë këtij takimi, krerët e institucioneve pjesëmarrëse pasi vlerësuan bashkëveprimin e deritanishëm në mes të institucioneve vendore të drejtësisë dhe atyre të EULEX-it u pajtuan që përveç vazhdimit, bashkëpunimit të thellohet me anë të koordinimit sa më të mirë dhe shkëmbimit permanent të informatave në mes tyre me qëllim, siç thanë ata, që lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar të jetë sa më efikase dhe të ketë një pasqyrë reale në punën që është duke u bërë në luftën kundër këtyre dukurive. Në këtë takim, përveç UD-s të kryeprokurorit të shtetit Syl Hoxha, morën pjesë edhe kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci, drejtori i Policisë së Kosovës Shpend Maxhuni, përfaqësuesi i Gjykatës Supreme si dhe krerët e gjyqtarëve dhe prokurorëve të EULEX-it. Ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit të shtetit Syl Hoxha, përmes një konference për media, ka dalë me një deklaratë hakmarrëse ndaj 4 anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Bajram Ukaj, Sevdije Morina, Jetish Maloku dhe Idain Ismaili. Hoxha të gjitha gjërat që nuk ka guxuar t'i thotë në KPK i ka pohuar në një konferencë për shtyp.
Sipas tij, 4 anëtarët e KPK-s kanë shkelur parimet etike, morale dhe ligjin. Hoxha tha se Sevdije Morina po e bën një gjë të tillë pasi nuk është emëruar në prokurorinë e shtetit. Ai tha se mandatin e 4 anëtarëve të lartcekur do ta dërgojë në gjykatën kushtetuese. Si mund të më akuzoj mua një kandidate e Rahman Morines, tha Hoxha. Duke aluduar në kandidaten Sevdije Morina, udhëi i prokurorit ka pezulluar të gjitha mbledhjet e KPK-s, ndërsa nuk ka pranuar pyetjet e gazetarëve. Gjetja e një celulari mbi një pako të vogël mbështjell me letër natriban dhe fije plastike i vendosur në portën e përbashkët hyrëse të 2 godinave të asaj të drejtorisë arsimore dhe gjimnazit Hysen Çela në Durrës alarmoi mëngjesin e sotëm policën dhe qytetarët. Vetëm pas një ore e gjysmë në mbërritjen e ekspertëve të Xhenios u konstatua se ishte alarm falso. Megjithatë, inxhinierëve u desh që kutine me celular ta çaktivizojnë njësoj sikur të kishte eksploziv për të mësuar nëse ishte bombë apo jo. Njoftimi në sallën operative mëngjesin e sotëm u bë nga një person ende i pa identifikuar që dha alarmin për një bombë të vendosur në godinat arsimore. Pas këtij njoftimi, nxënësit e shkollës dhe administrata nuk i lejuan që të futen në mësim. Ka zgjatur pak më shumë se 30 minuta seanca e radhës gjyqësore ndaj deputetëve socialist Arben Ndoka dhe Pietrin Ndreu. Pak pas orës 10 para ditës së sotme nisi në gjykatën e lartë seanca gjyqësore ndaj tyre pasi akuzohen për ushtrim dhune ndaj deputetit demokrat Gent Strazimirit. Në seancën e sotme gjyqësore u shfaqen pamjet filmike të dhunës së ushtruar ndaj Strazimirit. Ndërkohë mësohet se deputetët e Partisë Socialiste Paulin Stërkal dhe Olta Xhaçka nuk paraqiten për të dëshmuar në gjyqin ndaj Arben Ndokës dhe Pietrin Ndreut. Seanca e radhës u caktua për datën 10 prill. Vjoj mëtej me ngjarjet në botë. Që nga zhdukja e Vladimir Putinit nga pamjet publike 10 ditë më parë, spekullimet rreth presidentit të Rusisë janë nga më të ndryshmet. Burimet të dikujt thanë se ai ka vdekur. Dikush tjetër raportoi se Putini u nënshtrua një operacioni kirurgjikal kozmetik i cili shfaqi vështirësi. Dikush tjetër e dërgoi atë në Zvicër pasi u bë sërish baba. Të dielën nisen edhe disa spekullime të tjera dhe e para thot se ish kryeministri i Rusisë vuan nga dhimbja e kurrizit, ndërkohë që një tjetër thot se Putin vuan nga gripi. Duke cituar burime të paemëruar, televizioni rus TV Rain njofton se lideri 63 vjeçar është me grip dhe kjo e ka penguar në kryerjen e agjendave ditore të parapara. Ndërsa Siria hyn në vitin e 5 të luftës civile, sekretari amerikan i shtetit John Kerry thot se Shteteve të Bashkuara në fund të fundit do të duhet të arrijnë një marrëveshje me presidentin sirian Bashar al-Assad për të bërë të mundur një kalim të mundur politik të pushtetit dhe për t'i dhënë fund konfliktit që ka shkaktuar dhjetra mijëra të vdekur. Do të na duhet të bëjmë të qartë Assadit që ka një vendosmëri nga të gjithë faktorët për të gjetur një zgjidhje politike dhe jam i bindur se me përpjekjet e aleatëve tanë dhe të tjerëve do të ketë një presion në rritje ndaj Assadit. Assad është nën presion të jashtëzakonshëm nga brenda dhe jashtë vendit. 4 vjet luftë civile me forcave qeveritare dhe grupeve kryengritëse opozitare, si dhe sulmet mizore të ekstremistëve të Shtetit Islamik në veri dhe lindje kanë shkaktuar vdekjen e mbi 200.000 vetëve dhe zhvendosjen e milionave të tjerëve, si dhe kanë shkatruar infrastrukturën e vendit. Procesi 3 vjeçar i paqes mes Turqisë dhe kurdëve po kërcënohet ndërsa të dyja palët ngurcojnë pozitat e tyre. Qeveria turke ka munguar që rebelët kurd të çarmatosen, por kurdët thonë se hapat konkret duhet të ndërmerren së pari nga qeveria. Tensioni dhe retorika e zemruar vazhdojnë të shkallëzohen mes partisë AK në pushtet dhe partisë pro-kurde, Partia Popullore për Demokraci, ndërsa përpjekjet e paqes për t'i dhënë fund një kryengritjeje për 4 dekadash nga grupi rebel kurd PKK po tensionohen gjithnjë më shumë.
15 shkurti për vjetori kapjes së udhëheqësit të PKK-s Abdullah Öcalan nga forca turke ishte data kur të dyja palët duhet të publikonin një deklaratë të përbashkët me hapat e mëpasshëm të procesit të paqes. Mes pritshmërive ishte që udhëheqësi i burgosur i PKK-s do të deklaronte një armpushim të përhershëm, por ushtria dhe udhëheqësit politik kurd akuzuan qeverinë se ka dështuar të ofrojë lëshime konkrete. Në Ferguson të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku përjetua një tension i madh pas vrasjes së një të riu afroamerikan nga policia në Missouri të SBA-s, është ndaluar një i dyshuar si pjesëmarrës në ngjarjen ku u qellua 2 policë. Në një deklaratë të prokurorit në St. Louis, Robert McCulloch, në lidhje me ngjarjen, ai ka pohuar se në njërin nga proceset ndaj Jeffrey Williams do të rëndojë akuza tentativë vrasjeje e shkallës së parë. Në lidhje me ndalimin dhe sekretari amerikan i drejtësisë Eric Holder, duke bërë një deklaratë mbi një ngjarje, ka theksuar se ndalimi ka ardhur si pasojë e bashkëpunimit dhe koordinimit të federalëve dhe të autoriteteve lokale. Holder ka theksuar gjithashtu se ndalimi një personi si përgjegjës për sulmin është një mesazh i qartë se nuk do të tolerohet dhuna ndaj forcave tona të sigurisë. Në lidhje me sulmin ndaj 2 policëve dhe pas dorëheqjes së drejtorit të policisë në Ferguson, Thomas Jackson, para ndërtesës së policisë, ishte mbajtur një protestë. Kjo ishte gjithçka që ne përgatitëm për sot në këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen. Ju urojmë çaste të këndshme në vazhdimin e programeve të TVC Grani Media.